shpërndar për gjithë ato lumenjt e kanalet e llumit të rrjeteve sociale, lloj mesazhesh krejt gabuara, ku shqiptarët thonë ato që se kanë thënë kurrë dhe që s'mund ta thonë kurrë. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, dhe këtë e thot kanuni. Shqiptarët janë të Zotit e shtëpisë këtu, po shtëpia është e hapur për gjithë. Shqipëria është e shqiptarëve, të kujton atë sloganin e tmerrshëm të Gjermanisë naziste. Gjermania është e gjermanëve. Me Gjermaninë e gjermanëve, ata që e udhëhoqën atë popull shumë të madh, atë kom shumë të madh, atë vend shumë të madh, me atë slogan e katandisën në një zhele, e bën delen e zezë të botës, e bën një vend që sot e gjithë ditën ka alarmin për të qëndruar të shkuarës në mënyrë të palëkundur, duke refuzuar atë teori. Ajo është racizëm, ajo është verbri, ajo është thik mbas shpine për të gjithë ata që në fakt Shqipërisë i kanë dhënë medaljen e artë në luftën e dytë botërore. Në radh parë muslimanët, pastaj edhe krishterët, që u bën shpëtimtarët e hebrejve dhe e bën Shqipërinë të vetmin vend ku nuk u dorëzua një hebrej gjatë luftës. Kush flet sot për këtë pështyn mbi varrin e tyre, pështyn në fytyrën e asaj Shqipërie që sot e admirojnë të gjithë na shikojnë me çudi, edhe na shikojnë me respekt kur dëgjojnë që ky vend i vogël ishte një vend ku kishte dritë, ndërkohë që në gjithë Europën kishte errësirë. Ndërkohë që në gjithë Europën i merrnin hebrejt dhe i shisnin te gjermanët nga Afrika, shqiptarët i morën dhe nuk patën frikë që të vënë veten e tyre në rrezik. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëhemi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin, edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarëve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kjo është një budallëk i madh. Dhe në këto momente, pikërisht në këto momente, kur Shqipëria është duke u përballur me sfidën e vetë më të madhe historike dhe kur kombi shqiptar është përballë realizimit të një momenti po aq historik sa lidhja e Prizrenit, siç është futja në Bashkimin Evropian, këto janë agenda dhe këto janë lëvizje dhe këto janë marrëzira që shkojnë në drejtim të gabuar me sensin e historisë. Unë nuk diskutoj këtu kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që janë shqetësuar, a kanë të drejtë, a s'kanë drejtë ata që duan që mos ndërtohet, a kanë drejtë, a s'kanë drejtë. Nuk është ky thelbi i çështjes. Gjithsekush ka drejtë këtë opinionin e vet. Por nëse ti je i shqetësuar për flamingot, nëse ti je i shqetësuar për natyrën, nëse ti je i shqetësuar për se si një zhvillim të mos e dëmtoj natyrën, po t'i ndihmoj Shqipërisë, ti je i pari që je interesuar për faktet, jo për gënjeshtrat. Ti je i pari që duhet i bësh jehon të vërtetave, jo manipulimeve. Ti je i pari që duhet kërkosh të dëgjosh si është e vërteta, të verifikosh të vërtetën mbi bazën e fakteve, edhe jo të bësh tangërllikun që ne s'duam dëgjojmë, ne s'bëjmë negociata, ne duam dorëheqjen. Dorëheqjen? Cilën dorëheqje? Dorëheqjen nga çfarë? Dorëheqjen nga misioni i Partisë Socialiste për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian.
Kush do shkoj ta përfaqësoj Shqipërinë atje? Kush do ulet atje për të negociuar me Bashkimin Evropian? Kush do t'i dali për zot Shqipërisë? Ata që kujtojnë se mjafton të vishesh si flamengo edhe je seksi edhe do të vinë tjerët nga mbrapa. Në ndërkohë që ka dalë edhe teoria tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, pushteti i tradhtarëve, këto të gjitha janë marrëzira të cilat vendet i kanë paguar shumë shtrenjtë. Po nuk po shkoj deri ke Gjermania se do më thonë pastaj që pse i ngatron këta, se këta janë çuna të bukur me nazistët. Nuk i gatroj me nazistët. Nazizmi triumfoi jo sepse ishin disa njerëz të këqinj që morën përsipër ta çojnë Gjermaninë në atë rrugë, po se shumë njerëz të mirë shkuan mbas këqive. Triumfoi ose ata të këqit ishin djalli vetë edhe gjithë populli ishte një popull djajsh, po pikërisht sepse ata të mirët që janë gjithmonë shumica vajtën mbas Berihajt. Dhe prandaj unë nuk e kuptoj dot si mund të jesh ambientalist edhe të rrish në një shesh bashkë me lloj njerëzish që kanë në fjalorin e tyre 40 fjalë, nga cilat 20 i kanë një rrokshe. Ik, të q, qr, rd, dd, çfarë ambientalizmi është ky? Çfarë ambientalizmi është ky? Kjo është ndotja më e madhe akustike që mund t'i bëhet një shoqërie. Dhe nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishmja dhe që janë faktet. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëre nuk do kishin pritur dot njerëzit 35 vjet që ta merrnin vesh. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëherë nuk do kishin ardhur për të votuar për Partinë Socialiste 800 kusur mijë njerëz, shqiptar nga Shqipëria dhe shqiptar nga diaspora. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëherë të jeni të sigurt që nuk ka patronazhist, nuk ka organizat, nuk ka struktur që mund ta përmbaj një popull që të shkoj në votim edhe t'i rrëzoj tradhtarët. Por ne nuk jemi tradhtarët, ne jemi shpëtimtarët. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi që kur ne morëm detyrën ishte i zhytur në lum. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi ku vriteshin me çifte flamengot për qef, e ku vriteshin zogjt, e vriteshin kafshët e pyllit sin harados kur i thon fjalës. Ne jemi shpëtimtarët e faunës Shqipërisë sepse vum 10 vjet me moratorium, 10 vjet moratorium kundër gjuetisë. Dhe faktet, jo fjalët, regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendëve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur, dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektarë. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i pristin horrat, të cilët kishin liri që të bënin
masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse Flamingo do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që edhe ngjyrën nuk e kanë rastisht ngjyrën e Partisë Socialiste. Ne nuk jemi tradhtarët. Na tregojnë këta korrupsionin. Na e tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Po, edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Costi, bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe ushqajnë hallin Flamengove. Se shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral, mua dhe Partisë Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën, sepse ne nuk jemi të përsosur. Ne nuk jemi pa gabime, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtria atje në Kulltuk, e më tha, nuk kam më fuqit me këtë vend, tha, duhet të shkoj ambasador. Po mirë, i thash, të shohim si mund të bëjmë për këtë, se elbete, hajde, kemi pasur shkrimtare, poet, ambasador, Muqi shkret nuk është Faik Konica, po thash, Muqi shkoj ambasador në Zvicër, nuk mbajti dot një zyrë ku ishte vetëm me veten e vetëm i sekretare, nuk bëri dot një punë për vendin, e la në mes detyrën dhe kthehet mbrapsht e tregon tani se si duhet ta bëj unë detyrën dhe se si duhet ta bëjmë ne detyrën. Tregon Muqi detyrën. Tregon Muqi që oligarkët hynë në mëngjes, në drekë, në darkë në zyrën time. Po ti më mut qa e spioni sigurimit dje, ku e diti se kush hynë në zyrën time? Ku i ke parti? Se ti ke qenë dhe demokrat dhe Mbabaden. Po, kur e bën Muqi këtë llogarisni tjerët. Po kur më thonë mua, mos u nxe, mos u mbaj veten, merr me qetësi. Po unë të kisha tipin që ti mesha gjërat me qetësi, nuk i hyja detit në këmbë. Se disave këtu i kujtohet, Qim Hysës, kur më vun kandidat këta për Bashkinë e Tiranës. Edhe nxori ndjes pas PD-ja, nxori një farë Besnik Mustafaj, shkrimtar edhe ai si puna Muqit. Edhe tha, shikoni tha, a ishi çmendur, a i s'është normal tha. Ju keni nevojë për një njeri normal. I thash unë, edhe unë i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëre. Po që duhet ju një njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmend edhe ja Allah. Apo. Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që nuk ka nevojë.
Ajo që unë duat, tani ju mos merrni kur ajo me që unë thash që po t'jesh i çmen, jem rregull. Se më varet se për qa. Jo i çmen me thy karrikën në stadium. I çmen me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën. Edhe me Gimin, edhe kemi pa ca tradhtarët janë të qetë, janë të verdh, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët? Si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai, Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëzve nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palas të gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në lumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hapej as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziun, po Fevziun, e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë, zgjedhje tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse bën? Qa është Shqipëria? Qa është Shqipëria? Shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë ka dy gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e vendore vitin e ardhshëm, se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë Fevziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Kështu me i qunë zgjedhje, ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj ç'a do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap. Zogu. O zogu. Zgjedhjet ne i kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian në fund 2027-s. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar, edhe po kur thonë s'ka transparencë, ne i kemi thënë publikisht,
do ta fusim Shqipërinë në 2030 në ligën e kampionëve të turizmit botror. Zogu, ne do bëjmë jo vetëm turizmin e destinacioneve fantastike, duke fillu nga Zvërneci, dhe jo vetëm atë që kam nisur me Vlorën, kur në Vlorë, thoshin vlonjatës, dhe vlonjatët janë të mëdhej, thoshin natën nuk kalohet në për lungomare, se s'ki lungomare, atje, Buzdetit, se të merë gropa elektrikut edhe nuk të gjenë do të zgruaja. E morëm ashtu Vlorën ne, dhe deri në 2030, fal atij investimi, Vlora do bëhet bebja e syrit e turizmit mesdhetar. Ti e thu me emër vlla, po unë them, gjyshja ime thoshte mos e ze me gojë se vje erë, ai thoshte do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën. Atëherë. Dhe normalisht si njeri që ishte lindur e rritur në përmale, do duhet kishte përmalet aq respekt edhe aq besim, sa të paktën të bënte një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës. U desh të vinim ne që t'i bënim edhe ato male me rrugë, edhe që njerëzit shqiptarët huaj të zbulonin majet e Shqipërisë. Por nuk mjafton me kaq, se që ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën e si Austrinë në përmale, duhet të bëjmë edhe atje, duhet vendosim edhe atje pikat e turizmit që vjen me shumë para dhe që i lë shumë para vendit. Kështu që ne kemi shumë për të punë për të bërë, zogu. Prandaj i kemi nda punët. Influencerat aty ke si është ajo? Blogerat të kapin njëni tjetrin, njëni të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Këta të tjerët që si hienat po i përpunojnë, po i ngatrojnë, po i bëjnë salat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është katror, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që zogu, Loro Boriçi madhi thoshte, shiu ka punë vet, ne kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rrit atje, të mos kenë më nevojë kurrë që të mendojnë se duhet fik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë dy zgjedhje. Kush do të rri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerët në Europë, kush do tiki, sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës. Apo jo, se në qoftë se qohen italianët, edhe thonë Italia është e italianëve, e në qoftë se qohen grekët,
e thonë Greqia është e grekëve, sa shqiptarë janë andej, që i marrin një ngrejnë edhe i sjellin këte. Jo, mërë jo. Jo. Shqipëria është e Europës. Shqiptarët janë të Shqipërisë. Shumë faleminderit. Rrodh Partia Socialiste.